Fakti që votojnë tregon që kanë qenë suksesshëm për elektoratin. Jo, detyrimisht. Se dominojnë rregullat e lojës. Nuk është as dominojnë rregullat e lojës dhe pamundsojnë hyrjen, koston e hyrjes, do të rritin koston e hyrjes dhe pamundsojnë hyrjen billteke për studi për të punë. Me Westminster Foundation që ke vënë duke këtë gjë. Si pak të tjerë, se sa e madhe është kosta e hyrjes një politike shqiptare. Sepse ata kontrollojnë institucionet, kontrollojnë, ata janë me marrë vetëm një element, që është edhe kriza më e madhe e Shqipërisë, që ti dhe sikur të kesh bësh përpjekje, ndërkohë që ata kontrollojnë mediat, kontrollojnë kohën në media, kontrollojnë financimet, fondet qeveritare, ndryshon rregullat e lojës para çdo palë zgjedhjeve, siç po duan të ndryshojnë prapë, me ja qendis vetes kostumin sipas masës trupore. Por kanë thënë që ata edhe numërojnë. Pra ja kemi varur mëlçit në qafë ujkut. Nuk është kjo rast. Po ruaj njëri tjetrin ama. Jo, ku po them unë, pra se e lidhem te kosto e hyrjes në politikë dhe fakti s'ka partitë reja ose partitë reja nuk janë shumë suksesshme, sepse ata merren me numërimin, pa çka se kur y Leverdis flasin edhe për numërim elektronik, asnjë s'ka interes mirëfilli ta bëjë numërim elektronik. Dhe aty është edhe si thua çelësi kryesor i hipokrizisë së madhe. Sa kur vjen puna për të vjedhur të tretët, ata janë në koordinim të jashtëzakonshëm. Kur vjen puna për të pamundsuar palët e treta që të hyjnë në lojë, edhe unë e kam përvojën personale në Kuriz, sepse unë kam qenë një ndër bashkëtemeluesit edhe e sekretari i Partisë Drejtësisë dhe Imunitet, unë e kam parë që do thotë është parti e re, parti jashtë loje. Që në fakt në atë kohë arriti kulmin e saj elektoral. Me vështirësi të mëdha, po. Dhe sa vështirë është kur nuk je në resht. Ashtu sikur se kemi pasur një nisëm edhe për kandidim në Tiranë, në Tirana, me Qeqi Bujaxhiun 2015, dhe prapë kemi parë, pra unë përveç se flas çka ke shkruar ti dhe shumë të tjerë për këtë gjë, por edhe është në Kuriz. Domethënë kontrolli është kapilar. Nga niveli i ndryshimit të ligjit, që ligji në bën si plastelinë, ndërkohë që ligji i edhe sistemi zgjedhor duhet të jenë shtyllat e sistemit, e shtetit. Rregullat e lojës të ndryshojnë sipas interesit të dy palëve kryesore sa herë që sfidojnë. Dhe në mënyrë më harbute të mundshme, nga një anë shikojnë që këta ndjekin karige ose edhe molotov, dhe nga ana tjetër merren vesh në mes natës, mund mes verës, në korik, kur nuk ka as monitorim, as debate, as emisione televizive, shkojnë e votojnë me konsensus të plot, një deformim radikal të sistemit zgjedhor para rendës, ata vetë kishin votuar më herët, pra këtu është bllokuar sistemi. Jo se oferta ka qenë shkëlqyer, alternative, dhe unë mendoj që një pjesë e njerëzve që mund të bëjnë një ofertë mirë, më thoshën mërshme kuptoj që kjo është një lojë pa rregulla. Domethënë këtu është MMA, këtu nuk është as me nuk ka këtu ndaluara gjuhëtje postpresit, domethënë edhe fakti që SPAK po na nxjerr hera herës dhe dekonspirimi e kontratit dhe Skyt që në këtë proces elektoral ka qenë përfshirë trafikant të nivelit global, që kanë qarkulluar 100 milion euro drogë, edhe që arrin nivelet që emërojnë emra të përveçshëm, emërojnë kandidat, bëjnë deputet. Të vetëm na tregon se sa e vështirë është kostoja informale e hyrjes. Pra kosto formale është jashtëzakonshme, ashtu edhe kosto informale, kur ballafaqohesh me krimin organizuar, ballafaqohesh me presionin personal, me dhunën, atëherë pastaj kjo është e kuptueshme.